Ky mesazh shkon për të gjithë prindërit. Prindërit janë shkolla e parë e fëmijës. Çdo fjalë që thonë, çdo sjellje që bëjnë, mbjellet në zemrën e fëmijës si një far që do të rritet me vol. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë prind nuk i ka dhënë fëmijës së tij dhurat më të mirë se sa edukata e mirë. Kjo do të thotë që edukata fetare dhe morale fillon në shtëpi dhe përgjegjësia më e madhe bie mbi prindërit. Nëse ti si baba falesh, fëmia do të ndjerë rëndësinë e faljes. Nëse ti si nën je turpshme dhe ndershme, edhe vajza jote do të mësoj turpin dhe ndershmërinë. Mos harro, fëmia nuk dëgjon vetëm me vesh, por edhe me sy. Ai sheh më shumë se sa dëgjon. Prandaj, o prind, bëhu shembull, jo vetëm mësues, sepse ti je dritarja nga e cila fëmia sheh gjithë botën. Allahu ju mëshiroft.